Një përqafim të madh fare, ju dërgoj të gjitha ju shikuesit e mi të vegjël dhe ju që jeni këtu në studio. Kjo është shtuna e fundit e muajit mars. Nesër është e diela e fundit dhe ju e dini shumë mirë që ndrohet ora. Do zgjohemi një orë me herët. Përshëndetje edhe nga unë. Uroj që muaji mars të ketë qenë shumë i bukur për të gjithë ju fëmijë, pasi ka qenë plot me ditë festash dhe ditë pushimi. Po, është e vërtet, nesër do të zgjohemi një orë më shpejt. O Pumbi, sot kemi disa fëmijë të cilët kanë ardhur edhe herë tjetër në emision, por na kanë shumë gjanë dhe kanë ardhur këtu pak më të rritur se kur ardhën radhën e parë. Janë fëmijët nga klasa e 4 dhe e 5 në shkollën Nuci Naci. I presim atëherë t'i njohim edhe ne. E janë i fëmijë. E janë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mos thuaj si të quajnë. Rajder. Rajde, sa emri veçantë, nga cila shkollë vjen ti? Nuci Naci. Në cilën klas? Në klasën e 4. Cilën të pëlqen më shumë? Matematika, mirupafshim. E ndi që do kemi fëmijë shumë të zgjuar, mirupafshim. Ja shikojmë, pafshim. Përshëndetje, po për këdhenj. O sa qefi e mua. O Pimbi, shikoj pak kjo vajza si e paska këtë fjongon. Njësoj si tëndja. Mos vetëm fjongon, edhe buzëqeshën e ka super si mua. E mirë, mos exagero. Mos thuaj si të quajnë. Felipa. Kë kemi shumë qef. Pimbin apo Pumbin? Pumbi, normal. Pimbi. Pimbi, jupi, sa qef. Mirupafshim, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Ezelito. Ezelito, sa emri për veçantë. Me të vërtet, Ezelito, kush të pëlqen më shumë ty? Pumbi? Apo Pimbi? Pumbi. Ja, dëgjove. S'ka gjë. Rëndësi ka që pëlqen mësimet, mos thuaj cilat lënë të pëlqen më shumë. Matematika. E shikon sa fëmijë të zgjuar? Përshëndetje bukuroshe. Përshëndetje. O Pumbi, po duke se më kam sjellë mjaltë se po buzëqeshën. Ja ta pyesim njëherë për emrin, pastaj për mjaltin. Si e ke emrin? Ester. Më ka sjellë mal. Jo. Zami ta ka bër. Ester, merresh me ndonjë sport ose aktivitet? Jo. Çfarë të pëlqen ty? Matematika. Përveç lëndëve, çfarë të pëlqen në Libra. Libra. Po. Po më thuaj një libër që ke lexuar së fundmi. Kam lexuar Gjysha Gango. Sa e bukur, unë kam lexuar. Po Gango se mua është ajo gjyshja. Jo. Të fala gjyshes, mirupafshim. Faleminderit. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Juel. Juel. Merresh me ndonjë sport ose aktivitet fizik? Po. Me futboll? Po. E gjeta. Sa bukur, do luajmë pastaj futboll bashkë, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si vëmëni dhe ton. Si e ke emrin? E kam emrin Lisel. Lisel. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Më shumë më pëlqen futbolli. Futbolli. Sa bukur, do bëjmë një super skuadër. Cili është lojtari yt i preferuar? Ronaldo. Të fala Ronaldos, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. O Pumbi, e di ti që këta fëmijë na kanë ardhur për të në emision? Po, e di. Më thuaj Brian thamë, Po. Brian, më thuaj çfarë të pëlqen ty? Ma pëlqen të bie pianos. Piano. Sa Sa koke. bukur. Kam afër një vit. Shumë bukur. Po luan mirë ti. Po. Erës ti të do na vish na bësh një pjesë në piano. Po. Do ma mësosh dhe mua se kam qef. Isa qef do të gjejmë pi piano. Mirupafshim. Mirupafshim. Sa gjane kam këtë cupken, se kjo po të shikon me inat ty o Pumbi. Jo, nuk është e vërtet. Më thua si të quaj më kuroshe? Gjoela. Si e the? Gjoela. Gjoela, çfarë të pëlqen ty më shumë? Të bëj gjimnastik. Gjimnastikë. Mua më ngjason me një balerinë, në fakt të pëlqen baleti. Po sa bukur që kur s'kam gëzgjuar të na vinë këtu gjimnastë. Asun s'kisha dëgjuar, e po ja që ka. Do kënaqemi sot, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Prezanto pak vetë. Unë quhem Ersiana. Ersiana, sa vjeç je? Jam 12. Unë quhem Pimbi, pa më thuaj të lutem, çfarë të pëlqen ty më shumë? Ma më pëlqen shumë piktura. Piktura, do më bësh sa mua të talentuar lutem, që do je. më bësh mua një pikturë. Do të bëj unë. Pa vete mua të Ja më të lutem. çdo. Që të dy. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Jorkida. Jorkida, sa emri veçantë. Shumë emri veçantë. Ore ku i kanë gjetur gjithë këto emra Por me këta? të vërtet ku i kanë gjetur? Nuk më të vjen dot një emër Pimbi për shembull. Jo, Pumbi. Mos thuaj çfarë të pëlqen ty më shumë? Të los volejbol. Volejbol. Ua sa bukur. Ale në Jeruzalem
futbollin, do luajmë voleboll kur marrë emisioni. Atëherë kështu e bëjmë Jorkita, Mirë më thuaj pafshim. cila është ngjyra jote e preferuar? E bardha. E bardha. Shumë bukur, mirupafshim. Mirupafshim. Unë jam Kosti në klasën e 5. Jemi përsëri në studion e Rëdë Shëkorsës në shtëpizën tonë të dashur, Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Unë ju uroj mirëseardhjen të gjithë fëmijëve, të cilët sot kanë zbukuruar studion tonë. Ata janë nxënës nga klasa e 4 dhe e 5 në shkollën Uçinaçi dhe unë si gjithmonë dua të falenderoj drejtorin e shkollës, zotin Alket Mjallari dhe mbi të gjitha dy mësueset e palodhura që me plot kënaqësi dhe dëshirë sollën nxënësit e tyre, edhe pse tashmë një vit më të rritur, dikur kanë qenë klasa e 3 dhe 4, tashmë janë klasa e 4 dhe e 5. Faleminderit mësuese Mimoza dhe mësuese Elenica. Faleminderit që keni ardhur dhe këtë të shtunë Pimbi Pumbi. Faleminderit, Përshëndetje. përshëndetje. Edhe pse jemi në fund të muajit mars, sot është e shtuna e fundit, nesër ndrohet ora, do të flem ndoshta një orë më pak, por Sa i nat. mezi marsit na solli dhe pak bor. Kishte bor atje te pylli juaj? Sa të dua. Sa mbush. Vetëm kemi luajtur këto javë. O, sa bukur. Përshëndetje të gjithëve të dashur teleshikues. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea. Sot, si çdo të shtunë, shtëpiza jonë e vogël është mbushur plot. Ne jemi shumë e fat, themi të drejtën, si unë, Pimbi dhe Pumbi, sepse marrim shumë energji nga të gjithë fëmijët që na vinë në studio, por dhe nga shakat e tyre, për më tepër nga të qeshurat që na shoqërojnë çdo javë në emisionin ton. Unë ju them të gjithëve, faleminderit për të gjitha emocionet që na keni dhënë. Faleminderit të gjithë fëmijëve dhe siç e shihni, ata janë shumë të qetë sot, sepse do të flasim për një temë të cilën ndoshta e kemi zgjidhur bashkërisht. Ju e dini që në çdo emision ne trajtojmë një temë të caktuar. Ishim mes surprizave dhe rregullave të qarkullimit rrugor. Dhe ju zgjodët të flisit për sot? Rregullat e qarkullimit rrugor. Mikrofoni do ta marr Brian dhe do të na tregoj pak për rregullat e qarkullimit rrugor. Sa i zbatojmë dhe pse duhet i zbatojmë, Brian? Ne gjithmonë duhet i zbatojmë rregullat rrugor, se pa ato ne do bëjmë shumë aksidente. Të ka rastisur në ndonjë rast që ke shkelur në një rregull të qarkullimit rrugor apo je treguar i pakujdesshëm, qoftë edhe si këmbësorë, sepse të kuptojmë edhe këmbësorët bëjnë shumë gabime apo jo? Po. Më tregoj një rast. Një ditë kur dola nga shkolla, po kaloja vijat e bardha. Kur pa pritur, një makinë eci shumë shpejt. Ishte faj shoferit që duhet të ndalonte tek vijat e bardha apo jo? Po. Në rregullat e na duhet. Po, me të vërtetë duhet të shikojmë gjithmonë me ta zgjathas kur kalojmë rrugën. Brian, në rregullat e qarkullimit rrugor, cila është tabela që ty të pëlqen më shumë? E parkimit. Parkimi, në rregull, ja japi mikrofoni shoqes. Edhe ti e dashur më thuaj pak për rregullat e qarkullimit rrugor. Unë di për rregullat e qarkullimit rrugor, sepse pa ato ne mund të rrezikojmë jetën. Çfarë bën ti kur kalon rrugën? Unë gjithmonë shikoj majtas djathtas. Tjetër, për shembull, ku kalon ti? Në vijat e bardha. Direkt në makina? Po, shumë bukur. Në vijat e bardha. Ka patur raste që ndonjë shoqe apo shoku jot ka ikur me shpejtësi dhe shoferi ka rënë burizë dhe ti ke thënë, "Ej, prit, sepse nuk është vija e bardhë ku duhet të kalojmë." Apo jo? Po, kjo ka ndodhur. Unë kisha dalë me një nga shoqet e mia para 2 vjetësh, edhe ne ishim sa po të kalonim rrugën, pa jo nuk e pa rrugën majtas djathtas, edhe po kalonte një makinë me shpejtësi. Unë e ndalova edhe makina kalovi. Shumë mirë, pra duhet Ke të jemi shpëtuar shumë një të kujdesshëm. jetë. Po, ke shpëtuar shoqen tënde, të lumt. Bukuroshe, kam një pyetje për ty. Ne e dim që në Korçë nuk kemi semafora, por do doja të kishim, për shembull kur shkon në Tiranë ose diku. Më thoj pak semaforit, çfarë tregojnë ngjyrat e tij? E kuqe, e verdha dhe jeshilja. E kuqja tregon që makina duhet të ndalojë. E verdha tregon që makina duhet të presë, edhe jeshilja duhet të jeshilja tregon që duhet të ecë. Të duhet të Jo, ecë, po. Tea e ka gabim. Pse? E kuqja tregon diellin, jeshilja tregon Të mbarin? pemët, ndërsa e verdha tregon mjaltin. Ja ku i ka mendin ai. Ja ku i ka mendin ai. Duhet të dilje, po je gabim. Tu do të ta nxirte muhabetin. Ja japi mikrofonin shoqes. E njëjta pyetje edhe për ty e dashur. Sa tabela të qarkullimit rrugor njeh ti? Unë njoh disa tabela. Cilat janë ato?
Tabelën që një nga tabelat që njoh unë është tabela ku ndalojnë biçikletat, Po. tabela për këmbësorët, tabela ku fëmijët duhet të ecin dorë për dorë me prindërit, Po. dhe tabela e parkimit. Tabela e parkimit. O, Jonita, të bëj një pyetje. Stopin ju është në tabelë e madhe, ku që stop thot? Stop, që thot ndalo. Stop, çfarë do të thot stop? Ndalohet. Ndalohet kategorikisht. Të lumt. Ja japi mikrofonin A të bëj një shokut. pyetje, Jonita? Po, ja bëja çunit. Me që ajo vajza përmendi bicikletat, a duhet t'i njohin dhe ata që ngasin bicikleta, a duhet t'i njohin të rregullat e qarkullimit dhe Si thua tabelat? ti shok, duhet t'i njohin? Po duhet t'i njohin. Po patjetër. Po jo vetëm ata që ngasin bicikletën, që pedalojnë, po edhe motori thot vajza, po. Po. Të Makinat, gjitha mjetet e qarkullimit rrugor, Ta bëj dhe unë një përfshirë dhe pyetje? bicikletat, motorat, po. Do t'ja bëj djalit. Po, ka E punë. ngjet ti bicikletën? Po, ngas. Po, për shembull kur je në rrugë, e ngjet bicikletën te korsia jote apo futesh te nga trotuari ku kalojnë dhe njerëzit? Se unë kam parë për shembull shumë makina, shumë bicikleta që e bëjnë këtë. E ngas bicikletën te korsia ime. Mirë, me që se po flasim për bicikletën dhe qyteti Korçës e ka infrastrukturën e dur për të kaluar bicikleta, qoftë në trotuar, qoftë në anësoret e bulevardeve. Por një gjë që unë e kam vënë re, ka shumë vite, në Park Kurinia, në stinën e verës, e di si lëshoheni ju me bicikletë? Viu! Shumë e Plumb. vërtet. Tani më thuajt, ka kapur ndonjë nga ata policët e bashkisë që patrullojnë parkun, që e futun ndonjëherë me shpejtësi apo në korsinë e gabuar në park, të vërtetën, jo gënjeshtën, të vërtetën. Po, të vërtetën, jo, nuk më ka Po mi, ndaluar nuk as e ka lumt. ndaluar. Domethënë ti je i rregullt. Si e ngjet bicikletën ti? ngas Shpejt. jo avash dhe jo shpejt. Unë e lash bicikletën atje dhe i kam e vrap. Në rregull. Rregullat e qarkullimit rrugor sa të rëndësishme janë? Jo vetëm për të rriturit, po mbi të gjitha dhe për fëmijët. Po, rregullat e qarkullimit rrugor janë shumë të rëndësishme sepse mbrojnë jetë. Mbrojnë jetë, të lumt. Nëse disa rregullat të qarkullimit rrugor. Disa rregullat të qarkullimit rrugor janë që duhet të ecim në korsinë tonë, duhet të ecim në vizat e bardha, duhet të shikojmë rrugën majtës dhe djathtas sa herë që kalon një rrugë. Dhe shumë të tjera. Dhe shumë të tjera. Të tjera do na i thot shoku ngjitur, ja japi mikrofonin. Na thuaj disa rregulla të qarkullimit rrugor. Sa herë duhet të Shikojmë drejt në kamerë. Sa herë duhet të ecim në vijat e bardha, sa herë duhet të ecim në korsinë tonë dhe jo në korsinë e njerëzve sepse mund të pengojmë rrugën e tyre, dhe sa herë duhet të shikojmë rrugët majtas djathtas për aksidente. Bravo. Do ta bëj një pyetje? Po. Po kur jemi me motor ose bicikletë, duhet të veshim ndonjë gjë? Po, duhet të Po. veshim. Sepse Çfarë duhet me veshim? motor duhet të veshim mbrojtëse krahësh, helmet, Po. mbrojtëse gjunjsh, mund të veshim edhe një me lëkurë kafshe, Po. na mbrojnë trupin. Po mirë, kur E, je në po në makinë. barë- E vendosni ju, e vendosni ju atë kaskën në kokë? Po. Po a? kur je në makinë. Edhe në çfarë do bicikletë e bëjmë? vendosni ju? Po. Tani po, sepse jemi para kamera, apo po nga parku sëllojni me vrap, si bje? Ta, qeshin të gjithë po gënjejnë. Asteri se vendosë, edhe pse duhet ta vendosim. Kështu që duhet jemi më të rregull, sepse në fund të fundit mbrojmë veten tonë, apo jo? Asnjë tjetër. Në rregull, Po ja Jona, jap. atë kaskën e vendos, edhe Pimi kur bën ato rrotullimet nga malja e Rrotullimet, malit. okej, e mbaj mikrofonin. Ky është Kosti, është fëmia më i veçantë i cili ka ardhur në këto 3 vjet në emisionin Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, dhe unë dua ta falenderoj Kostin që me plot dëshirë ka ardhur dhe mbi të gjitha mamin e Kostit që me gjithë vullnetin e saj e ka sjellë deri këtu sepse ka pak shkallë për tu ngjitur, por Kosti ja ka dalë dhe është përballë me Dhe të një gjithë duar fëmijët trokiqe që për po na Kostin. shohin në këto momente. Një duar E trokiqe për shokuina i... Është edhe imi. Atëherë, një pyetje për Kostin. Kosti, sa të vështirë e ke ti në qarkullim në qytetin e Korçës, sepse ka vende për personat si ti që janë me karrocë, por ka vende që nuk ka. Është e vështirë për ty, Kosti? Jo, ma jep mikrofonin ta mbaj unë dhe përgjigjesh. Jo, apo jo? Jo. Jo. Kosti, ti në shkollë i ke mësuar rregullat e qarkullimit rrugor? Tabelat e qarkullimit rrugor i kemi mësuar? Po. Cila është tabela që të pëlqen më shumë? Stop. Stop, po. Tjetër, Je tabel, ti i kujdesshëm kur kalon rrugën? sepse Kosti shoqërohet gjithmonë nga mami e tij, kështu që normal dhe mami duhet është jeti i shumë kujdesshëm, shumë e kujdesshme. Kosti, kur sheh
fëmijët për shembull që kalojnë rrugën me vrap ose jo në vijat e bardha, i ke kritikuar apo i ke thënë ndonjë shokëve, ej mos kalo se po kalon makina? Ju ke thënë ndonjë shokëve të ti ndalo të kaloj makina dhe më pas ne? Po. Po, në rregull, faleminderit Kosti. Të lumt, Të japi Kosti. mikrofonin shoqes. Bukuroshe, më thuaj në fillim disa rregulla të qarkullimit rrugosh. Sari që kalojmë në vijat e bardha duhet të shikojmë një rrugën. Tjetër? E dyta? E dyta duhet kur kalojmë në trotuar, sari duhet t'ju japim rrugën biçikletave, nëse po ecim në rrugën e biçikletave. Po çfarë tabela njehti? Unë njeh disa tabela. Për shembull, në mes të muajit mars, ande nga data 18-19 mars, ra dëborë në zonat malore të qytetit të Korçës. Ku shkoni rrugës së Dardhës ose Voskopojës ose në Vidhkuq apo në zonat të tjera më të thella, ka disa tabela, është një gomë me disa zinxhira. Çfarë tregon ajo? Shenjë e qarkullimit rrugosh? Ajo tregon se do të vendosim Duhet vendosim zinxhira sepse ka rrezik bore. Në rregull, shumë mirë. Rëshket. Të ta bëj një pyetje? Ke parti nga Ja, ato tabelat? një pyetje, Pumbi ka një pyetje për vajzën. Forca Pumbi. Kur ti je pasagjere në makinë vendos ripin e sigurimit? Po, unë e Të vendos. lumtë, Po më thuaj të vërtetën. Po, unë e vendos. Fëmijët lejohet ulen përpara apo mbrapa? Si? Mbrapa lejo. Mbrapa, se shumë nuk është e mirë. lejueshme Ja në japi moshën mikrofonin 18 shoqe dhe vjeç. te ja bëj pyetjen dhe i përgjigjet vajza Po. përpara. Pyetja ime ishte, kur kalon rrugën ti, në cila kursi, për shembull, ose më mirë, në makina, janë 2 kursi për makinat. Cilat janë ato 2 kursi? Për shembull, kur ne dalim nga qyteti Korçës dhe janë 2 kursi të gjata, njëra është që ne duhet ikim me shpejt, në shpejt dhe njëra është që duhet të ikim me ngadalë. Me ngadalë, po, korsia e shpejtësisë dhe ajo ku mundet të ecim, por në shumë vende dhe në shumë rrugë, ndoshta edhe në Shqipëri, është dhe korsia e emergjencës. Kush kalon në korsinë e emergjencës? Në kursinë e emergjencës kalon ambulanca ose policia. Dhe zjarfiksja, pra Ose tre zjarfiksja, janë ato po. që kalojnë më shpejt në Më korsinë e shpejt. emergjencës. Më trego pak të lutem si e ke emrin? Ester. Ester, është e rëndësishme që fëmijët i mësojnë në rregullat e qarkullimit rrugor, siç i mësoni ju në qytetari që në klasën e parë, edhe pse ju keni 4 vjet tashme që i përsërisni këto apo jo? Po, është shumë e rëndësishme. Përse Ester? Sepse nëse ne njihemi me rregullat e qarkullimit rrugor, mund të shpëtojmë jetë. Po, tonën dhe të atyre të tjerëve që na shoqërojnë, se mundet të jemi të shoqëruar me miq, me shok apo jo? O, Jonita, të bëjmë një pyetje? Po, ja të përgjigjet Ester. Pa më thoni sa nga ju ka një punë në makinë. po të gjithi Të gjithë. Atere, shikoni vetëm pemët ndërtesat njerëzit në rrugë, kur jeni si pasagjere, apo jeni të vëmendshëm dhe pyesni ndonjëherë shoferin, mamin ose babin, përse ndalove këtu makinën, përse ule shpejtësi në këtu, Përse u ktheve këtu. Domethënë, përse pyesin hapet gjatë këtë rrugës, sinjalin. I pyesin gjatë rrugës prindrit apo shoferin e makinës me të cilin u dëtoni, pse ule shpejtësinë apo çfarë tabele është kjo? Po, unë e pyes gjithmonë mamën. E pyet, ose por babën. si është e pyet drejta? gjithmonë. Duhet ta pyesim apo jo? Duhet ta pyesim. Duhet ta pyesim. Po mirë, po Por nuk i tërheqim vëmendjen? Jo, nuk duhet ta shpërshim. Po mirë, ti Në ke rregull. tabela për shembull kur bëhet punim, është dhe një tabelë që nuk lejohet të kalosh këtu, sepse Si quhet ai trekëndçi, është një trekëndçi kuq. Si quhet? Trekëndçi I çerpunojnë. I punimit. Trekëndçi i punimit që punimit, vendoset po. këtu punohet në rrugë dhe trekëndçi i punohet, ose makinës. kur ndërtojnë Kujdes ka pallate. rrezik se te këtu po punohet ndoshta edhe makina, kur ka një defekt, shoferi hap kraun, vendos atë trekëndçin e kuq. Në rregull. Ja japim mikrofonin Ezelinos. Ezelito mu fiksua mu, Ka shumë emër të Ezelito. veçantë brandaj. Ezelito, më trego pak, është e vështirë që një fëmijë në moshën tuaj ti mësoj të gjitha rregullat e qarkullimit rrugor, apo është shumë mirë sepse ju ndihmon, ndoshta për të qenë shofer të mirë në të ardhmen? Si është? Është mirë që ti mësoni rregullat e qarkullimit rrugor shpejt, apo kur të hyni në kursin e patentës? Me mi të mësojmë shpejtë. Po, shumë e vërtetë. Di shumë rregulla, di shumë tabela të qarkullimit rrugor? Jo. Unë di tabelën e Do shpëtimit. më thuar disa rregulla për Shqyr dhe ata me zjedi. Jo shumë, më thuaj 2-3 që di ti. Po. Stop,
Atje që parko makina? Po, parkimi. Po, ja. Po mi, më trego disa rregulla të qarkullimit rrugosh. Për shembull, çfarë bën ti kur kalon në rrugën? E shkoj Marta Djafas. Po. Tjetër? Es në vijat baza? Po. Po. Këto. Në rregull. Ja japim asaj kukullës që gjatë gjithë kohës i dinte të gjitha dhe ka mbajtur dorën lart. Tani, shohim te kamera me llam të kuqe dhe më trego pak ti një eksperiencë tënde, ndoshta kur je ngjitur në mal në kohë me borë, çfarë tabelash ke parë rrugës ose diçka tjetër të bukur? Unë kam parë një tabelë që thoshte këtu ka borë. Dhe duhet të vesh ato se ndet që bën ski. Në rregull, po, duhet të veshësh. Ua, sa mirë më dolet e kjo e eksperiencave dhe pikërisht me një tabelë të tillë me borë që ishte vendosur në malin ton, sepse aty ka shumë borë në këtë muaj mars. Pimbin e pash një ditë që po varet ajo tabela dhe po e gjuante me gur. A mos tregoti, mos tregoti. Jo, si mos Atëherë, tregoj. ja Pumbi na tregoi një po. veprim tjetër që disa fëmijë ose ndoshta edhe të rritur, pjesa e adoleshencës, shohin disa tabela dhe ndoshta i heqin. Është mirë apo është gabim, sepse po i dëmtojmë? Si veproi Pimbi? Ai veproi gabim. Ashtu si dhe një pjesë e fëmijëve të cilët dëmtojnë tabelat e qarkullimit rrugor në disa akse. Po juve ju ka ndodhur të godisni ose të shikoni ndonjë tjetër që e bën? Të ka ndodhur ty? Të ka ndodhur që ke parë dikë që ka prishur një tabel? Jo, unë nuk e kam bërë. As nuk më ka ndodhur. As nuk të ka ndodhur. Në rregull, diçka tjetër që ke dëshirë të thuash për qarkullimin rrugor? Duhet të respektojmë rregullat. Se po ashtu të dënojnë. Të dënojnë, po, në rregull. Prandaj i respektojnë rregullat. E para, përveç se dënimit atyre gjobave, ndoshta edhe në anë monetare që mundet të marrim, e para është rrezikimi i shëndetit tonë. Ja japim sy bukurit mikrofonin, shohim drejt dhe më trego pak sa tabela sinjalizuese të qarkullimit rrugor njeh ti dhe ndonjë eksperiencë që ke patur? Unë njeh parkimin. Do të ecim në vijat e bardha. Po. Të respektojmë rregullat. Dhe tabelën stop. Dhe tabelën stop. Dhe tabelën stop. stop. Të një ngjarje, një histori për shkakun që do dosh të na tregosh? Jo. Po për shembull kur ke udhëtuar me makinë, me familjen tënde, ju keni qenë në korsin tuaj, ka qenë dikush që ka ecur me shumë shpejtësi? Po, në ka parakalluar neve dhe ndaloi policia. Ndaloi policia, po. Shumë mirë, pra si veprohet në këto raste, nuk kemi pse parakalojmë, apo jo? Po. Aq më tepër nuk parakalojmë asnjëherë në një vijë e cila është e pandërprerë. Po, duhen vija të ndërprera. Vija të ndërprera dhe akse të posaçme për të bërë parakalime, sepse në qytet lejohen apo jo parakalimet në qytet edhe pse ka vija të pandërprera? Vetëm ambulanca ose zjarr fiksa mund të parakalojnë. Dhe policia, po. E dini ju me sa duhet të qarkullojmë në qytet? 30-40 km/h. Po, 30-40 Shumë e saktë, 30-40 km/h. Në para 2 sezonesh ne kemi patur këtu dhe një nga shefat e qarkullimit rrugor, i cili ka shpjeguar fëmijëve të gjithë procedurën se si një fëmijë dhe familja e tij duhet të tregohen të kujdesshëm për të kaluar rrugën ose për të qenë qytetar shembull në mënyrë që të mos marrin gjoba, të ruajnë jetën e tyre, por dhe këtë gjë t'ja u përcjellin shokëve dhe miqve në mënyrë që të eliminohen si aksidentet e këmbësorëve, ashtu dhe mjetet me njëra tjetrën, apo jo? Po. Pra është e rëndësishme që t'i dimë rregullat e qarkullimit rrugor, apo jo? Sa e rëndësishme është për ty? Për mua është shumë e rëndësishme sepse mund të rrezikojmë jetën edhe mund të vdesim. Në rregull. Më thuaj një mesazh të lutem që je në fund, që duam t'ju përcjellim të gjithëve ata që na shikojnë, por dhe Pimbit edhe Pumbit. Po. Pimbit sigurisht. Po, patjetër, prandaj e thash. Duhet një mesazh. Duhet të respektojmë gjithmonë rregullat e qarkullimit, se mund të bëhet aksidenti shumë i madh. Po, dhe mund të rrezikojmë jetën tonë, apo jo? Sa gjëra mësuam sot në Pumbi. Po, ai mësua të gjitha, shko sa të përgatitur ishin fëmijët. Pra janë klasa e 4 dhe klasa e 5 dhe ishin super të përgatitur. Shumë faleminderit, ishte tamam si një kurs autoshkolle kjo e sot me pamë. Jo vetëm që i mësuam, por dhe duhet i zbatojmë. Dgjoj, derisa këta i thanë dhe i kanë mësuar, normalisht edhe i zbatoni, apo jo? Dhe kujdesat me bicikletat nga parku, sa e di si futeni në stinën e Bearit ju? Ju kam parë disave, po. Nuk kemi, po.
Me qënëse të gjithë ishit shumë të mirë në matematik, hajde t'u provojmë pak. Do bëjmë një lojë, të gjithë keni letra dhe solapsa në duar. Gjetja e numrit pas llogaritjeve. E kuptuat lojën? Pra, mendoni një numër, çfarë të doni dhe shtojini ati numurin 6. Mendoni një numër. Shkruani një numër. Shënojni numurin plus Dhe 6. shtojni 6. Shkruaj edhe për Kostën një numër. Këtu poshtë. 9 plus 6. Plus 6 të dyjave. Plus 6. Po. Plus Për 6. Do mendoni plus për 6. shembull numrin 8 ose 1 dhe do t'i shtoni 6, okay? Plus 6. Po, sa ju doli numri? Mos e tregoni Mos e asnjë. tregoni. Okej, tani nuk do t'rregoj. Këti numri, zbritini 2. Minus 2 këti numri. Minus 2. Minus 2 këtu. Tani, hiq numurin e menduar, I qeni numrin 6? Jo, numrin tuaj të parin. Numrin e parë. Hiqni numrin e parë? Jo, do ta zbresim apo do ta heqim? Si do jetë Pimbi? do ta zbresim. zbresim. Do ta zbresim, atë zbrit. Atëre, një sekond. Sa bëjnë këto do t'i zbresim numrin 9. Del 11. Del 13. Minus 6, minus 6. Jo, numrin e po. Jo, minus numrin pra. numrin e menduar. Ti ke patur Një sekond. 7 këtu dhe 9 këtu. Nxirini. Cili ishte numri? Ka qërëmuje, E po do t'i zbresim bet? këtë. jeni të gjithë pal matematikë. Ha se thatë që ishit shumë të zgjuar. 6 plus 7 bëjnë Këtu na bëjnë 13 këtu. këtu. Ja bërë edhe Kostës. 13. Shumë mirë. Tani, 13. shtoni Ja, një, një sekond, një 11, sekond t'i shikojmë mirë të minus. gjithë. Ja, se nuk tregoj. mendoj një numër, shtoj ati numurin 6, Minus 7. Ja. nga shuma zbrit 2, Po, vazhdo. hiq numurin e menduar Tash sa bëjmë këto? Okej. dhe rezultatit shtoj 1. Rezultatit shtoj 1 plus 1. Plus 1. Tani më thoni sa ju del po Sa ju doli? përfundimi. Tani ja një sekond t'i bëjmë. 7 ju doli përfundimi. Ka shans? 5, 6. 5, Duhet bravo! të dalë Po, 5. duhet të dalë 5. Ata që ju doli 7 kanë 4. Ose ka gabuar. Edhe bukurosh këtu i doli 5 numri. 5 duhet të dalë gjithmonë. Bravo, bravo, i Gjashtë lumt dhe kujt i doli 5. Po, të gjithë 5 ju dolën. 7, sepse varet çfarë numri Po, çfarë kanë numri si kanë me atëre. Çfarëdo numri që të ketë nuk i ka bërë llogaritjet. Mirë. Po tani cili ishte përfundimi i lojës? Do të thënë cila Pra ishte? duhet të dalë Duhet numri të dalë 5. numri 5 Kush ka dalë gjithmonë. numri 5 të ngrej Kush ka dora? dalë numri 5? Ka dalë numri 5 tek 3, 4, 5, 6, 7 fëmijë. E Të tjerë ka dalë numri 7. Kalamaja, e kuptuat që ta bëni nesër në shkollë apo ta përsëritim edhe një herë? Do ta përsëritim pas emisionit më mirë, sepse tani kemi një përshëndetje dhe vjeshtat të cilat kanë mësuar fëmijët. Në fund të emisionit Pimbi do t'ja u tregoj, ndoshta mos ishte që duhet të shkruanin vitin e tyre të lindjes. Po, Dhe është dhe vitin kjo. duhet të Jo, shkruanin jo, sa Me vjeç ishte vitin me e lidhjes plus është një numër. tjetër. Do ta bëjmë në ishte emision me një tjetër. numër Do çfarë ta do? bëjmë në emisionin tjetër dhe pasi të mbarojmë emisionin do t'ja u shpjegosh fëmijëve që ditën e hënë ta bëjnë në shkollë, dakor? Jo të gjithëve, vetëm atyre që do më japin mjalt. Dakor, kush do t'jap mjalt? Skaj se të tjerëve ja u them unë. Kush do t'jap mjalt? Jupi, gjithë ata prapë s'janë janë do do të sjellë mjalt. Në rregull. Atëre, Tani, bukurosh, kemi një përshëndetje? Forca, flasim kush ka dëshirë të bëjë një përshëndetje apo një vjesht. Dhe ke mikrofonin dhe kalojmë deri tek Briani. Përshëndetje. Kë do përshëndesesh? Përshëndetje Brian. Jo, Përshëndetje Kush është? Brianin. Brianin, po mi Brianin këtu e Këto kemi. përshëndesësh Pimbin, Pumbin, familjen. Pimbin. Pumbin. Unë përshëndes Pimi dhe të gjithë studion, Faleminderit. familjen time dhe Pimpin dhe Pumpin. Edhe Xhaxhi Albani. Vazhdojmë. Forca. Vazhdo Japi ti, mikrofonin bukurosh. shoqes. Kë do përshëndesesh apo kemi një vjersh? Unë përshëndes stafin, Pimbi dhe Pumbi dhe familjen time. Vetëm Pimbi s'ka që mos u Ja lodh. japi mikrofonin. Jo, Kë do jo, vetëm përshëndesesh Pumbin. ti? Pimi, Pumbin edhe familjen time. Të Të lumë, lumë. shumë bukur. Bukuroshja ka një letër shumë të bukur ku ka shkruar një vjesht, do ta dëgjojmë vjeshtën plot. Për Pimbin. Dhe kënaqësi. Jo, për Pumbin. Nuk është për Dëgjojeni, asnjërin. më dëgjojeni, ej. Pastaj thonë që jam unë e paduruar. Ju jeni më keq se unë. Prisni një sekondë, ta dëgjojmë vjeshtën. Prisni pak. Hajde. Rregullat në rrugë duhet t'i zbatojmë. Semaforin gjithmonë duhet ta respektojmë. Kur është i kuq, ndalemi me një herë. Kur bëhet jeshil,
kalojmë pa frikë. Vijat e bardha na tregojnë drejtimin. Kalojmë aty me shumë kujdes. Ripi në makinë, mos e haro. Jetën tënde gjithmonë bro. Mos vrapor në rrugë, pa shikuar, se siguria vjen duke menduar. Bravo, bravo. Të lutem. Kjo është vjersh vetëm për emisionin tonë? Vetëm për emisionin. Dhe kush e ka shkruar? E ka marrë nëpërmjet internetit. Po që ka shumë e bukur kjo për gjitha rregullat. Një përshëndetje a diçka ke dëshirë të bësh? Dua të përshëndes dy motrat e mia edhe familjen time dhe stafin. Faleminderit. Të fala dhe nga ne. Dhe në veçanti dua Pimpin. Dëgjoj se dëgjoja ai. Në veçanti dua të përshëndes Pimpin. Pimbi, të përshëndetit. Faleminderit, do të qiras pastaj me mjaltë. Ne. Ja japi mikrofonin shoqes. Kë do përshëndesim në zemër? Përshëndetje apo Unë do vjersh? përshëndes familjen, Tjetër? stafin, Pimpin dhe Pumbin Po mësueset. dhe mësueset. Shumë bukur. Vazhdojmë. Kosta, vaja Kë do mikrofon. përshëndesim ne? Mamin. Mamin. Po mësuesen Kosta? Po. Edhe Edhe mësuesen. Kosta edhe Pimbin. Jo, edhe Pumbin. Edhe Pimbin. Të dyve ju përshëndeti Kosta. Shumë bukur. Faleminderit Kosta. Kemi një vjersh tjetër, dëgjojeni pak se është shumë e bukur. Poçari. Vajta në Stamboll të bëj pasar. Për kujtim të blej një vazo balti. Paqe dhe selam usta Poçar. Vazo më të mirë po ai pate. Paqe dhe selam usta Poçar. Vazoja nga dora shkallera dhe mu bën 25 copë. Me erdhi rotull deti Marmara dhe dyqani turk mu bë si grop. Me erdhi rotull deti Marmara. Pa më shau Poçari keq turqisht dhe unë e shava shqip dhe më ndirash. Për çudi Poçari nuk u liksht. Thjesht 2 lot në sytë e kuq i pash. Për çudi Poçari nuk u liksht. Mos u çmend ky turk ky musliman. Unë e shaj ai më duan në qaf. Vazo tjetër mori në dyqan dhe më tha, më shaj për blej prap. Vazo tjetër mori në dyqan dhe psherët tiu si unë, jam shqiptar. Shqip vëlla, ti shan dhe një herë. Fjala shqipe e zblihet në pazar. Kam vite që në dyqan që se kam djerë dhe fjala shqipe zblihet në pazar. Ikë nga dyqani bura e gra, veçun e një Poçar, tjetër s'kishte. Vazot frynte deti Marmara dhe Poçari vazove shqip ju fliste, vazot mbushte deti Marmara. Bravo, Të lumë. Shkrimtari kësaj vjershe, unë e di po ma thuaj pak ti. Poçari, nga mos e gaboj unë është e dritëro agollit? E dritëro agollit. Më thuaj pak ti të lutem një pjesha, një përshëndetje, çfarë ke qef të thuash ti? Më fal, o Jonida. Po. Më fal, po, ajo poça në fund, a u thye fare apo mbeti në një qik? Jo, poça u bë cope të rime. Po bosh ishte ajo, bosh ishte. Po ishte bosh, mos kemi rak, se nuk i ku mjalt i rrugëve të Stambollit, mos u shqetëso. Shpëtova, u Mos u çlirova. shqetëso. Atëre, këdo përshëndesim. Unë përshëndes stafin, mësuesen dhe familjen time. Dhe Pimpin. Shumë bukur. Ja japi shoqes. Kë do përshëndesim bukuroshe? Unë përshëndes familjen time dhe Pimpin dhe Pumbin. Jupi. Mo ju të dy, shko çfarë fëmijë kemi sot ne? Mos harroni mësuesen. Unë përshëndes me veçanti mësuesen dhe familjen. Shumë bukur. Dhe Pumbin. Edhe Pumbin dhe Pimbin, patjetër. Ja Briani do t'ju përshëndes ju të dy, po pushoni mos qani. Unë përshëndes familjen time, mësuesen, stafin dhe Pimbin dhe Pumbin. Ha, Boltani, u kënaqë. O Jonida, Urdhra. atë bëjdo një Po, përshëndetje. bëni edhe ju të dy nga një përshëndetje shpejt. Unë do të përshëndes këta fëmijët që janë këtu, të gjithë fëmijët që na ndjekin, stafin e Rëtshë Korça, Tejan, Jonidën, edhe Xhaxhi Albanin që lodhet këtu me ne ish Po, faleminderit. Shumë Na faleminderit. kanë shoqërosur sot të gjithë fëmijët Po me edhe unë përshëndetje të që na bënë. përshëndes. Dëgjova se Ta mendosh janë të parë që po na Po, përshëndesin. shumë e vërtetë. Faleminderit. Ne do të kalojmë në këto çaste tek pralla e radhës e interpretuar nga Desdemona Mehmeti. Shohim se kë prall ka zgjedhur ajo sot për ne. Mirë se ju gjeta prap, e shtu na kalon shumë shpejt, me zipres që t'jemi disjush. Po dhe juve besoj se ju merr malli, për prallat edhe për mua natyrisht. Sot do t'rregoj një prall shumë të bukur, se të gjitha prallat e Xhaxhiodis së Grillos janë të bukura. Dua të më dëgjoni me vëmendje, të nxjerrim mësime prej këtyre prallave shumë të bukura.
Atere, prallaj sot me titullohet Një sëpat dhe 2 doreza. Kur vdiq babai, ula djemve 2 qe, ato që të reqin parmandën, që punojmë tokën, 1 sëpat dhe 1 palë doreza. Tjetër gjë nuk kishte, se kishte qelluar i varfër. Liri, djali më i vogël, u tha 2 vëllezërve: me të 2 qetë do ngasim parmendën e do lërojmë arat e botës. Me spatën do bëjmë dru që të ngrojmë për vete e të shesim do një barë. Kështu që do t'jetojmë për mrekulli. Ja, u hodhën 2 vëllezërit e tjerë që ishin binjak. Do ndajemi qysh sot dhe se cili do punoj e do jetoj më vete. Si të doni, ju jeni më të mëdhenje, ju peshon fjala më shumë. Si pas moshës, do ndajmë dhe pasurit që na la babai. Si thua ti lirë? Pyeti binjaku tjetër. Shumë mirë. Unë do marë kaun e madh, tha viri, se jam më i madh se ju. Mirë, mere kaun e madh. I dyti tha, unë do marë kaun tjetër. Ta gëzosh, tha i vogli liri, ndërsa unë po marë sëpatën dhe dorezat. Keni ndonjë kundërshtim vëllezër? Jo, thanë të 2 binjakët dhe u ndanë. Që nga ajo ditë, këta nuk e panë vllajën e vogël. Viri shkoj te Ziri, te vllai tjetër binjak, dhe i tha: a nuk e therim atë kaun ti me shqepemi me mish, ajo shplakes punon dot, për të lëruar kemi kaun tënd. Ziri që vdiste për një qik mish, pranoi dhe kaut plak i vun thikën në gryk. 7 dite, 7 net, u ngopën me mish sa ditën e 8 nuk ngeshin dot. Nuk e thirën vllajën e vogël lirin, nuk i dhan asnjë thel nga kau, po ai nuk u zemrua dhe tha me vete: kaq din e kaq bëjnë. Dhe shkoi i këshilloi: bët gabim që e therët kaun. Parmendën nuk e tërheq dot një kaj vetëm. Mirë, u përgjigjën binjakët, mos i qaj hallin kalorësit se i varen këmbët. Kaluan ditë dhe binjaku i dytë i thot të parit: e di që e kishte mirë liri, me një ka nuk punohet toka. A nuk e therim edhe këtë timin dhe shqepemi duke ngrënë mish? Për të punuar do bëjmë si të bëjmë. I futemi dhe me bel, do gjejmë një mënyrë për ta punuar tokën. Ky mendim i pëlqeu vllajt tjetër, i vun thikën në gryk. Kaut dhe u shqepën duke ngrënë mish sa nuk ngrieshin dënd nga vendi. Vllajën e vogël prap nuk e thirën, po ai nuk është zemërua dhe tha: kaq dinë, kaq bëjnë. Një ditë shkoi pranë tyre. Bët gabim që e therët kaun e vogël. Tani, si u mbetet gjë tjetër, veç se ta tërhiqni ju vetë parmendën. Mirë, u përgjigjën binjakët. Mos i qaj hallin kalorësit, se i varen këmbët. Kur këta hanin e ngopeshin me mish, liri shkonte në pyll, priste dru, i silte në kasole dhe dru t'i bëri aq të mëdhaja sa një mal. Kur e fjeti mendjen për drut e dimrit, filloi t'i shiste. Shit aty, shit atje, shit sot, shit nesër, mblodhi një dorë me para. Rregulloi kasolën që mos i pikonte, bëri dhe ca ushqime për dimër. Ndërsa binjakët dridheshin nga të ftohtit,
shtrëngoheshin me njëri tjetrin dhe thoshin, ajo sapata do t'jetë magjike, prandaj vëlla i vogël, ha, edhe ja thot këngës për 7 palqefe. A nuk ja vjedhim ne atë dhe t'jetojmë të lumtur? Dhe ja morën fshehur azi. E fshen dhe pritnin të hanin, të pinin e të këndonin si liri. Po, aha, më kot. Ne s'kemi, po dhe liri s'do ketë, do jetojë si ne, thanë binjakët. Mirë po, liri shkonte çdo ditë në pyll, priste dru, i shiste dhe në darkë diste zjarin, shtroheshe të hante dhe këndonte vetëm. Binjakët sa nuk luajtën nga mend. Po si është e mundur kjo, si është e mundur kjo, pyesnin njëri tjetrin. Ne ja morëm edhe shpatën dhe dorezat, me çfarë i pret ky drutë në pyll? Liri, një mbrëmje, i thiri 2 vëllezrit për darkë dhe ushtroi gjithë të mirat. Ai e kuptoi që 2 vëllezrit ja kishin marrë spatën dhe dorezat, po bante të paditurin. Vëllezrit e mëdhenj hengrën pinë dhe për pak i zuri gjumi për 7 palqefe. Liri mori dorezat, i vuri në duar dhe nisi të mprej spatën me një lim të madhe. O, na prishe gjumin ti more vëlla, çfarë po bën kështu giu, na lojte nga mentë. Po mprej spatën, që ta bëj gati për nesër, tha Liri. Spatën, 2 vëllezrit u ngritën me njëherë nga gjumi të tmerruar. Po ku i gjete ti spatën dhe dorezat? Të parat më humbën dhe bleva të reja në dyqan. Ashtu, se kur u qetësua një çik vëllezrit. Po pse, nuk qenë magjike ato që të ranën në pjesë ty? Jo, të pazarit ishin. Mbaj mend se kam qenë me baban kur i bleu. Po, si është e mundur, i thanë 2 vëllezrit, që ha e pi e këndon për natë. Po mua të dashur vëllezër, më handuart për punë, ditë për ditë. Po mirë tha vëllezrit, po të blejmë dhe ne një dyqan, një palë doreza dhe nga një spatë, pastaj të vimë pas teje, se ne duam të jetojmë si ty. Të vini që nesër po të doni, tha Liri. Po që të jetoni si unë, duhet të punoni si unë, veç mos blini 2 spata e 2 doreza. Pse? Pse të mos blejmë? Ne duam të punojmë që të 2. Liri qeshi. Një palë doreza dhe një spat i keni. I nxirni nga vendi ku i keni fshehur. Binjakët ullën sytë për dhe u skuqen nga turpi. Shpresoj që pralla jonë t'ju ketë pëlqyer. Atere, mesazhi, mësimi që nxorëm prej kësaj pralle është vetëm me punë të ndershme, me djers dhe me mund të jetojmë të lumtur. Asnjëherë mos u mundoni t'ja hidhni njëri tjetrit. Puna e ndershme dhe djersa japin frutet e veta. Ja dhe për sot, prallëza jonë mbaroi. Miru pafshim, miru takofshim të shtunën tjetër. Jemi rikthyer për të bërë mbylljen e emisionit edhe për këtë do shtunë të këtij fund marsi dhe mos harroni që nesër do të çoheni më herët, sepse ndrohet ora, është e diela e fundit e muajit mars. Po,
Për një javë do përshtatemi përsëri. Që ditën e dytë do përshtatemi. Do përshtatemi. Unë ju falenderoj të gjithë që ishit pjesë e emisionit edhe për këtë javë. Faleminderit nxënësve të klasës së 4 dhe të 5 në shkollën Nuçi Naçi. Faleminderit Pimbi, Pumbi, Tea dhe mbi të gjitha faleminderit Butik Natalia e Ailin Ana për veshjen time. Pranvera tashmë ka ardhur dhe veshjet më të mira, më të bukura dhe cilësore i gjeni vetëm te ky butik, Natalia e Ailin Ana në Bulevard Republika. Atëherë, japim një përshëndetje të gjithëve, si thoti. Po, Mirupafshi!